dashur miq, mirë se erdhës sërish me mua dhe Angjel Dikolli, pa filtra, absolutisht, dhe shpresoj shumë që energjinë e podcastit që ne ndajmë me çdo të ftuar special që mendojmë ta ndajmë të bashkë diskutim me juve, ta ndjeni dhe ju përtej YouTube-it, përtej televizionit, përtej ekranit. Dhe sot kemi një të ftuar special, por për çfarë do flasim? Juve duhet të qëndroni sy edhe shkatër, sepse për këtë dhe shumë të tjera, por për pa e prezantuar të ftuarin, ne do të bëjmë një patjetër do të japim një panoramik, sepse realisht duam të themi faleminderit për gjithë përkrahjen që keni treguar në këto puntata miq, të cilat patjetër që janë komunikuar në gjitha portalet të cilat i kanë dhënë zë akoma dhe më shumë dhe patjetër që vim kështu pa filtra. Kemi pasur një filozofi në fakt në startim të këtij podcasti që duam të sjellim realitetin, duam të jemi kështu të vërtetë, duam të jemi pa filtra dhe personazhet të cilat do të trokasin dhe do të ulen në poltronat tanë do të jenë personazhe të cilat duan të vinë dhe të gjejnë një hapësirë në kuadratin e YouTube-it ton, të gjejnë hapësirën për të treguar mendimet e tyre ashtu sikundërse i tregojmë kështu, flas edhe në përditshmërinë e tyre me shok, me shoqe, me ta afërm dhe pikërisht këtë do bëjmë. Sot është hapësira dedikuar një nga formateve më të rëndësishme në Shqipëri. Kemi startuar edicionin e 5 të Big Brother VIP, një edicion jubilar do e quaja, dhe pa diskutim që ekrani i televizionit i përket tashmë vetëm Big Brother VIP. Është një format që duam i përket gjithë shqiptarëve në fakt apo jo. Sigurisht, për këtë ne kemi menduar një të ftuar special të përzgjedhur, nëse keni diçka për të shtuar më shumë. Jo, do thoya pikërisht të pjesën që startojmë sot me këtë rubrikë. Absolutisht, dhe për këtë ne kemi menduar të dhe të paraqisim për juve një djalë shumë fotogjenik që besoj edhe ju e keni parë për 4 muaj rresht në edicionin e vjetshëm të Përputhen dhe kam kënaqësinë të ndaj me ju djali më fotogjenik të Përputhen, Xhej Rusdia. Përshëndetje. Pse më bën qefi? Pse më bën kaq shumë qefi? Për nga paraqitja, unë të kam thënë dhe vazhdoj të them që duhet të marrësh pjesë në një rol si aktor, se i përmbush të gjitha kriteret. Mua nuk e di pse kur ju shikoj ju të dy. Kur ju shikoj vetë të dy tani më kujtohet edicioni Përputhen, sepse keni një të njëjtin edicion keni qenë apo. Po, je i pari përzgjedhur nga Përputhen që unë mendova që të zgjidhja të përzgjidhja. Shumë faleminderit. E pra. Edhe kështu kemi patur raporte shumë të mira, por përtej kësaj edhe përtej Përputhen kemi kaluar shumë bukur, e kam parë shumë djalë të bujar, gentil, kavalier, të gjitha të mira ti ka Xhej. Po ta presim mirë Xhej, kështu si ka qenë ky, domethënë pjesëmarrja jote njëherë në Përputhen, si ishte, si do e përshkruaje ti atë? Shumë e bukur ishte. Ishte diçka e veçantë që nuk të vjen domethënë 2 herë në jetë që ta provosh diçka të tillë. Në përditshmëri nuk besoj se do rastisësh domethënë në situata të tilla siç rastisëm ne domethënë atje brenda. Përditshmëria është ndryshe. Ti nuk e besoj se kishte eksperiencë të mëparshme me televizionin, jo. Si gjende në këtë eksperiencë? Erdhi një ftesë, si lloj ftese thjesht domethënë. Duke ndajtur thjesht kafe me shoqërinë, duke diskutuar me njëri tjetrin, jo thjesht domethënë një shok e hodhi si ide. Pse nuk futesh, më tha, Përputhen, sepse nuk ka se të mungon gjë, më tha. I thashun, po jo më se jam i tillë, i thashun, të dal para kamerave dhe gjëra të tilla. Do se ishte se kisha marrë ndonjëherë mundimin, them drejtën, e kupton? Edhe filluan po mbushnin mendjen aty, ndërkohë që disa mbushnin mendjen, njëri po bënte aplikimin njëkohësisht. Okej. Kupton? Thjesht në fund fare më tha urdhë ta bëra aplikimin tha. Dhe pas ndodhi. Pastaj ndodhi, u futa, vajta bëra pastaj intervistën edhe. Edhe u futa bëra pjesë e Përputhen mëse. E vërtet, emocione, shiko edhe kur e kam ndarë skenën me Xhej tani, më sill ca grimca shumë të bukura të këndshme aty, edhe shumë uluritse nga ato të çmendura, çarmatose se fare. Çfarë nuk ka ndodhur. Çdo gjë ndodhi aty brenda. Çdo gjë. Jo, dhe edhe ka ndodhur dhe s'ka ndodhur. Varet tani se më ka ndodhur çdo gjë aty se. Mirë, thjesht në situata të ndryshme. Aty është një polemik, domethënë, ata të cilët marrin pjesë në këto reality show presupozohet që kanë një katapult më pas. Ti u fute në Përputhen për pasur një katapult për të ardhur më tej, domethënë aspiroi media, televizionin për çfarë je futur. Doja më shumë domethënë që të vazhdoja, të isha pjesë e televizionit, të vazhdoja domethënë edhe me pjesën e bizneseve që të gjitha domethënë thjesht domethënë të isha edhe pjesë e televizionit dhe pjesë e bizneseve siç i kam, kupton, dhe të vazhdoja domethënë që të hapesh sa më shumë. Mu duk domethënë diçka e arsyeshme, që të futesh domethënë dhe ta shfrytëzoja për pjesën e këtyre gjërave, kupton? Po që të shohim. Unë di që ti je një biznesmen, edhe përveç kësaj ka merresh dhe profili jot është marr me aktivitet sportiv, po. Si volejbollist? Basketbollist, po. Edhe se jo
të tentosh të provosh edhe botën e televizionit. Po pse jo? Duket diçka interesante, diçka e rëndësishme, nuk e di, pëlqen. Është diçka e bukur. Do të njeh njerëz të rinj, të njohim më shumë se çka karakteri je, domethënë si person, njerëz domethënë që edhe nuk i njeh vet. Do të thënë njerëzit që të ndjekin të njohin më shumë ty si person. Do është diçka e lezetshme. Sigurisht ne kemi qenë të përkëdhelurit e asaj kohe dhe kemi qenë në qendër të vëmendjes, po. Nuk e më diskutim që aty për te i përputhen, të kanë ardhur shumë kërkesa nga vajzat, të kanë ngarësuar, të kanë pëlqyer, kanë komentuar lart e poshtë shumë. Të them të drejtën po. Mos ta mohojmë kot. E ka këtë trampolin përputhen, ëh. E vetmja gjë fakt që kam marrë, domethënë nga ai lloj edicioni, domethënë kjo është. Mos të gënjej kodën. Dhe vetëm kjo është ajo që do të thënë që unë kam marrë, që më njohim më shumë veta, goca do të thënë vetëm kjo është. Vetëm kjo është. Po më shqyr, po kemi një gjë ja bën një gjë lart e poshtë çfarë pa komandë. Statusi jot si është momentalisht single, ëh? Single. Shiko, kemi plot për diskutuar në fakt, por Big Brother e ke ndjekur? E kam ndjekur, domethënë, ai sa kam pas mundësinë për rrjetet sociale, sepse edhe unë jam një person që nuk është e rri në një vend. Unë thjesht sa jam këtu, pastaj do jem diku tjetër, e kupton? Por ne më kot kemi zgjedhur Xhein sot sepse vjen nga i drejt për drejt, po vjen dhe patjetër nga një reality show dhe kush më mirë mund të përshkruaj dhe të analizojë, të bëj këtë pjesën analistike se një pjesëmarrës vetë një reality show, se le të themi që si Big Brother po ashtu dhe përputhen janë të dyja reality show të më të ndjekura në Shqipëri, kështu që patjetër mund ta jepni më mirë këtë. Nëse për shembull përputhen ke akses që të kuptosh çfarë ndodh jashtë dhe si reagon publiku në Big Brother, kjo është censur. Është ndaluar. Këtë nuk e merr vesh aty. E guxon ke menduar, e shkon për mend që mund të jesh pjesë e Big Brotherit në një ditë? Do ma kishte qefi, them drejtën. Do ma kishte qefi, do doja ta provoja. Më duket si një eksperiencë, të them drejtën, shumë e bukur. Diçka ndryshe. Nëse ne kemi kaluar shumë bukur në përputhje dhe kemi pas domethënë situata të ndryshme që në jetën reale nuk i has dot këto gjëra, në Big Brother është 2 herë më shumë, domethënë ke situata 2 herë më shumë të ndryshme. Po ja ta shikoj një herë. Ta shikoj një optikën. Nisim nga opinionistët. Si tu duk për shembull Monika Kryemadhi, sepse Arbrin e dim që ka qenë atje për 5 vjet radhë, edhe mos është po i njëjti. Për Monikën them drejtë, nuk e prisja, them drejtë. Nga se prisja fare që të ishte Monika domethënë aty, por që u habita. Thjesht domethënë u habita dhe mendoj se kam bërë një zgjedhje dur. Mendoj se mund të jetë domethënë drejt për drejt, sepse mendon se eksperjenca e saj në politik do e bëj pak më diplomate ose apo jo? Po prandaj them që mund të jetë drejt për drejt, sepse ka kaluar domethënë pjesën e politikës, edhe normale që nuk besoj se i intereson që të mbaj kraunin dikujt ose dikujt tjetër, e kupton? Besoj se duhet të jetë drejt për drejt. Po atë komentin që tha për Ilirin, s'është edhe ironike nikosisht Monika me normale pjesë të karakterit, po le ta themi. Është karizmatike në natyrë. Kur thash që shiko Ilir Vernozi, nuk kam për të thënë emrin Ilir, po ta them të thrasim emër sepse më kujton çdo kujtime pak të trishta ka thënë. Po ka sa kujtime ndani të këqija që të bëjmë. Po mendon se mund të ketë ndonjëri bashkim të Monikës me Ilirin tani që është aty aktive, se njëri është nga një Big Brother, ande nga Big Brother atje ku është edhe një Big Brother. Ti s'është Big Brother pa kamera. Nuk e besoj. Nuk e besoj. Varet pësaj që tani kështu ndodh gjithmonë me ju femrat, nuk e di pse ndodh kjo lloj gjëje me femrat, sa ndajeni direkt domethënë. Nuk e di sikur zbukuroheni juve, domethënë bëni kastilëm duke këtë lloj gjëje, nuk e di pse. Po e kanë këtë gjë femrat. Nuk e di pse. E vërtet. E kanë një strategji Monika, apo nuk e besoj që të ketë lloj ribashkim prap. Mendimi im. Tani varet çka karakteri ka, varet çka kërkon. Do kalojmë? Po. Okej, do kalojmë tek banorët. Tek banorët patjetër. Nga do ja nisim? Me kë do ja nisim? Ta nisim mirë me këmbë. Për shembull një nga vajzat atje ka qenë pikërisht Selina ka pas. Po Selina. Selina tani unë 2 fjalë kam vetëm. Cilat janë këto fjalë? Selinës që thjesht më prit se erdha. Edhe po nuk më morën këtë vit domethënë do vi nga muri atje. Do kaloj muri dhe erdha. Deklarat kjo. Tani pse jo? Ti e njeh atë? E njeh nga nuk e njoh me thënë drejtën, as e njoh as më njeh, po thjesht domethënë nuk e di. Më pëlqeu. Të pëlqen si fizik, si person, më pëlqeu, domethënë është e bukur tani atë që Okej, vajzë seksi. Është seksi, është e bukur. Seksi është shumë e bukur, tani atë që ka. Do përputhesh me Selina. Normalisht. Nëse do kisha mundësi sigurisht po. Pse jo? Selina, përputhemi jashtë.
Selina vajza që është ti e ke si shembull për shembull të vajzës që ti do doje të kishe në krah? Apo nga ana fizike? Nga ana fizike, se ndryshe nuk e njoh, kështu që e kuptoj. Po si të duk për shembull në ndërveprimin shpati me banorët e tjerë, me komunikimin? Nuk është se po shoh ndonjë komunikim kush e di se çao ose ndonjë afrimitet, vetëm me mirin e kam parë që ka një lloj afrimiteti, po në fund ditës miri është i parezikshëm se është i martuar, është me fëmijë, kështu që nuk e vras shumë mendin për atë pjesë. Uroj mos ketë tradh tira aty brenda, po nuk e besoj, na kanë kapur si shumë nga këto gjëra. Edhe na kanë kapur. Po si dieta asnjëherë, po që prapë nuk e besoj. Big Brother është i paparashikueshëm. Atë çfarë nuk e parë këta persona që janë, domethënë që personat që janë të martuar edhe kanë dhe fëmijë, domethënë nuk e besoj që të ndodhi kjo lloj gjëje. Tani asnjëherë si dihet sepse më dolën në shtek tek Miri, në West Side Family, një grup shumë i njohur në fakt, edhe kolegu i tij, i cili patjetër ka dalë ditën e sotme me deklarata, e ka suportuar, e ka mbështetur, i ka dhënë goxha një përkrahje të konsiderueshme. Pse u fut ai aty, domethënë, sepse duan një katapult këta artistë të cilët ndonë se mund të kenë një rënje të emrit të tyre të famës. Besoj se po, sepse vjen një kohë që Miri domethënë kanë qenë komo përpara, po bën sa vite, kështu që kupton dhe mund të ketë rënë pjesa e famës dhe besoj se mund të duan, ka qenë hite dhe ne jemi rritur me ato këngë. Kështu që besoj se mund ta përdorin tip katapulte që të fillojnë përsëri, domethënë të rikthehen përsëri në skenë, të krijojnë përsëri grupin. Po, e njëjta gjë është edhe për Stinën. E njëjta gjë edhe me Stinën. Po, edhe unë do thoja për Stinën. Si do futja hyrja e Stinës në Big Brother 5? Unë momentin që mora vesh, nuk e di, këta do thosha, në momentin që doli u prezantua Stinë, unë tha se mund të bësh diçka interesante, po deri tani s'po shoh ndonjë gjë kush e di, nuk e di pse shumë i heshtur. Ka qenë në ca momente, po pra nuk është shumë aktiv, kush e di. Nuk e di, mbase është duke parë situatën, që të shikoj edhe lojën e të tjerëve që pastaj të reagoj edhe ai, po unë më shumë kam parë këngë, domethënë që janë kënduar këto kohë. Kanë treguar se sa din të këndojnë. Shumë kanë kënduar. Jo se sa din të debatojnë. Po. Ndoshta mirë se janë ditë e para të. Po prapse ku dëgjoj. Okej, ditët e para, po tani për shkakun po tash kisha parë dje, po ta kesh parë dje në mëngjes kur u ngritëm në mëngjes. Afër drekës diçka e tillë ka që më sa mbaj mendun. Meshkujt ishin duke gatuar. Femrat ishin jashtë. Edhe po debatonin. Meshkujt ndërkohë po gatuanin dhe pastaj ja futën me ndëngran. Femrat filluan jashtë po debatonin me njëra tjetrën, aty e kupton Terezinë vet. Meshkujt i çazë. Duke marrë shkas edhe nga edicioni i kaluar, në fakt femrat kanë që në ato që e kanë ndezur, i kanë dhënë në benzinën e parë meshkujt. Se mos janë edhe këta, për shembull, pjesë grupi, pjesë të debatit, kupton? Thjesht ta dëgjojnë çka ka, kupton? Djem janë pak më të logjikshëm, të arsyetuar shumë më racional, edhe nuk marrin zjarr me njerëz siç mund të ndodhë që marrin edhe femrat. Por pastaj vajza përgjithsisht zjarr. Finalja le të themi që ka rezultuar ndryshe. Por që jo, ka që degaceno. Po, mirë, tani një në fund kanë triumfuar kështu gjenia maskullore. Patjetër. Vajza kanë dalë vërtet shumë të mira aty që kanë qenë luftarake deri në fund, që nuk janë trembur. Nuk po të mposim se jemi dy në fund. Ne s'duam që të marr. Po një debat tjetër i cili patjetër ka kapur goxha këtë lupën e publikut dhe portaleve ditën e sotme, po shkoja në scroll që është bërë, ka qenë një debat i Ilirit, po, Ilirit me Bajamen, me Kristi Lamen. Bajamen, nuk e di pse do ngelet Bajana aty si do shkoj. Si do shkoj në të presim që mbas Big Brother të vish ko. Nuk po na dëgjon Kristi, po do na dëgjoj. Kur do dalë do dëgjoj. Po, sigurisht. Shiko, goxha polemika. Po për një ditë bëra 24 orë i thanë ti u ktheve nga Bajami në lajthis. Mira bën fakt. Goxha polemika ka për. Por që nuk e di mua Kristi nuk po më pëlqen. Them drejtën, nuk e di, nuk më pëlqen. Ai mund të jetë, domethënë, shumë njeri i mirë, mund të ketë ato karakteristikat e veta, por që domethënë aty në lojë po bën një lojë goxha, domethënë është futur shumë shpejt në pjesën e lojës. Edhe mirë ka bërë nga një anë sepse në fund ditës secili është aty domethënë për lojë, por që si ti për të që hekurriria sa është i nxehtë, domethënë po çështja është tani nuk e di, nuk po më pëlqen loja, sepse shikoj domethënë dhe pjesën e konkurrentëve të tjerë nuk po e pëlqen asnjëri. Asnjë karakter tjetër aty brenda domethënë nuk po e pëlqen. Nuk duan ta afrojnë. Nuk duan që ta afrojnë dhe nuk duan ta kenë pjesë të grupit tyre ose të shoqërisë të tyre. Unë nuk e di pse, domethënë, është kjo gjë, po dhe unë domethënë tisha atje, domethënë po të njëjtën gjë do bëja. Sidomos që nuk e di pse i është dhënë aq shumë, domethënë, rëndësi pjesës së fjetjeve,
si ndau, domethënë Kristi ato Bajamja. Vetja themi Bajame. Bajame. Po dhe Ngeli ta. Bajame tani, Ngeli. Bajame. Nuk ka problem Bajame. Bajame. Nuk e di domethënë pse është dhënë kaq shumë fokus vetëm te pjesa e gjumit. Iliri ka 72 orë me sa ka marrë vesh unë është pa gjumë. Pse? Sepse nuk do të vejt flej sepse ka një mashkull në krevat. Po tani ta themi të qashme se gjithë jemi meshkuj, ne po kemi vajt udhëtime ne me shoqërinë dhe kemi fjet 2 çuna në një krevat, s'ka si lloj gjëje. Edhe përkundrazi që ai boti atje është pak tani martuar. Është martuar, ka dhe 2 fëmijë, e kupton, e justifikon këtë lloj gjëje. Edhe Iliri po e torturon veten shumë me këtë lloj, domethënë, këtë lloj rutine atje brenda. Po Iliri duket si është i preferuari im. I preferuari im. I preferuari. Më pëlqen shumë. Popullor? Popullor është i drejtë për drejtë edhe i drejtë për drejtë. E kupton, edhe mendimi im se kam hall se çështja është se mbase nuk zgjat shumë. Mbase nuk zgjat shumë vetëm për një arsye. Vetëm për një arsye, sepse me sa kam parë ditën ka përmendur, domethënë 3-4 herë me sa di unë familjen. Edhe që nuk është herë e parë domethënë që nuk ka qenë aty domethënë për pjesën e festave të jetë bashkë me familjen, e kupton, të jetë prezant me familjen. Edhe mendoj se kjo mund ta rëndoj, po pra mund ta rëndoj edhe sa do filloj domethënë do ndjej atë mallin edhe atë mungesën e familjes, e kupton? Edhe mendoj që do kërkoj edhe vetë fare të dalë pësaj. Nuk e di, ky është mendimi im. E kupton, varet, nëse pastaj nëse ai ndryshon mendim, edhe thot, "Ok, kam ardhur për të luajtur dhe për të zgjatur sa më shumë, pastaj ok, është bonus për ata." Mua më pëlqen domethënë Iliri. Për mua është Iliri është i preferuari im. E ke të preferuarin, është i preferuari. Nga ana tjetër kemi Loren, një vajzë e cila ka dalë nga Kënga Magjike, me atë e prisnim një intervistë Loren. Po nuk erdhi. Jo, na dha fjalën që do vinte në fakt, por ja që u fut aty brenda, por e presim gjithsesi kur të dalë. Si diet, mbas e vim më vonë. Po, të shit, po do vinë atë. Si të duk Lorea për shembull. Një vajzë goxha karizmatike me atë zërin e saj, shumë elegant, duket pozitive. Duket goxha pozitive. Ka filluar domethënë se në fillim kur e pash nuk kishte shumë domethënë debate ose domethënë të paktën të fliste shumë. Po me sa pash pak nga darka dje kishte filluar domethënë po fliste edhe sot domethënë gjatë ditës e kam parë prapë domethënë që është bërë pak aktive. Po që nuk është se kam ndonjë mendim kush e di. Thjesht çfarë mendimi ke për Sabinën? Nuk është se gjithë kohës këtyre viteve të fundit e kemi parë si moderatore të rubrikës sportive. Edhe gazetare sportive, po mendoj që është më shumë a mendon ti se është më shumë e vendosur te pjesa e kuzhinës e bërjes së punëve apo duhet të ishte një arbitre shumë e mirë e situatave që duhen krijuar brenda shtëpisë se nuk kemi kohë shumë që të shikojnë vetë se sa të lumtur janë, por ndërkohë nuk është ashtu në të vërtetë, sepse loja e Bigut është pak fillimi iku. Duhet filloj loja tani, duhet të debate, Biku pret debate aty brenda. Nuk e di, besoj të paktën që të ketë domethënë të bëhet aktive, se edhe këta nuk e kanë parë shumë aktive. Më shumë aktive ka qenë Brikena, them atë që. Nga Brikena më shumë nuk e prisja që të ishte ai shumë aktive, nga mënyra se si u prezantua në hyrje. Thash, okay. Shiko, me sa njoh Sabinën edhe nga puna se kemi ndarë të njëjtin institucion, di që është goxha gocë e shkafët e hedhur dhe dinamike, por uroj shumë që ta tregoj aty brenda se me thënë drejtën aty është pak fike me dy presa, nuk nga fore mos gaboj, nuk e di. Fore se po na hyrë çka. Zotin, vërtet po Biku këtë herë kishte. Po prevaloj nga fore. Urojmë të zgjohet, se nuk është nga fore. Drama, intriga, nga fore. Na çello bëj. Goxha nga fore. Duhen se japin një interes publiku, dhe domethënë është diçka që tërheq. E vërtet. Ai themi ata që është. Normale. Nga fore të dy. Po një personazh përveç asaj bjonde së bukur koket që na përmendë që mezi po presh të takosh të kalosh për Tejmurit edhe japësh ngjasë dhe pubje. Pse jo? Do guxosh? Uf. Do guxoje, do goja. Un turp skam, kështu që jam edhe. Ke dhënë provën? Jo, përderisa je këtu para kamerave absolutisht s'ke turp. Turpin e kemi ngritur shumë për mëngjesin tani, s'na bën përshtypje. Jo. Preferuarin tënd aty ose jo detyrimisht vajzë, mund të jetë djalë. Thash vetëm Iliri është i preferuari. Të tjerët nuk e di. Po thash për pjesën e Birkenës që më duk sikur nuk do jepte ndonjë gjë kush e di sepse hyri shumë konfidente.
për në momentin që hyri, plus edhe që hapi atë tapetin gjasë në vendosi tapetin. Por që nuk e di, në hyrje nuk më dha një... Brekena është lot fare, se Brekena më duket sikur do jetë... Nuk e njoh, trampolina më e mirë për të bërë me xhaxhi. Mendon se Brekena u fut për shumë nga ajo memja e famshme që bëri shumë flas dhe normale sepse ajo i ka dhënë. Ajo i dha atë shtysën që u bë domethënë pati atë shikueshmërinë. Si bën një meme dhe arrin futesh për shumë në Big Brother, kthehej në sukses kjo gjë. Edhe Iliri, çka ka bërë? Edhe Iliri meme ka bërë tërkohë. Ka telefonin, meme, ka filluar shumë telefonin edhe i ka dhënë gaz. I ka dhënë gaz shumë. Para do videot e vet, Terezin e vet, shpinën e vet, del protest lart. Poshtë vetë shikon stadium futboll, ja ku jemi. Ku fut Big Brother pastaj. Futet në Big Brother. Nuk mund të lë pa përmendur edhe faktin e hyrjes këngëtarit Rot Koceri, si e kishte ai? Mal Ret Koceri. Ret Koceri. Tarzani. Tarzani ke për veshjen shumë ekstravagante, shumë guxim, kur filloi kamera, që po ngrihesh tash. Bënte panoramimin, ashtu edhe unë. Edhe unë atë mendova. Kur doli krau. Kur doli krau, po ky është, kush është ky? Ne kemi shok tani. Ne kemi shok Malin e patjetër e njohim. Nuk e njoh artist i mirë. Por thjesht ideja, e kupton që ishte ajo gënjeshtra që ishte pjesa e kamerës. E kupton që në fund fare doli tjetër. Po edhe produksioni duhet thënë që bëri goxha një gjetje tek Maljes, e ka futur me atë fustanell që veshin në festivalin e RTS-s. Domethënë ishte po e njëjta. Ishte momenti kur Ledioni tha që aq bukur e një vesh gjithë bashkë, sidomos fustani. I bajame si Kristi. Kjo ngjalli polemika shumë dhaja kjo ndodhi. Sa po startoi Big Brother me vete, Tani ishte me tendencë apo ishte? Po normale me tendencë. Çdo gjë bëhet me tendencë aty. Ç'është kjo më bëhet? Normale është po, sepse çdo batut fare, nuk e besoj që ti ke shpëtuar pa dashje. Sidomos Ledionin, që ka kohë domethënë aty që është prezantuar si Bigu, nuk e besoj fare. Ai ka bërë me qëllim. Ka bërë me qëllim që të ndesi polemikat edhe të ketë domethënë shikueshmëri, e kupton që për çfarë e tha këtë lloj gjëje. Edhe diçka që ndezi goxha polemika që i pash edhe kur ishte sot nuk e të mëngjes apo diem nuk e mbaj me them drejtën, që filluan konkurrentët që ishte në fund të Bigut, që doli klipi që ishin 2 persona të tjerë brenda në shtëpi. Edhe konkurrentët filluan prapë domethënë po diskutonin o sot o dje, nuk e mbaj me them drejtën. Nuk e kuptoj pse e kanë bërë këtë lloj gjëje, por që duke menduar mirë, besoj se e kanë bërë përsëri për pjesën e polemikave dhe për pjesën që të rri publiku sikur prit se mbas e ka akoma njerëz shtëpi tjetër që do dalin më vonë ose kush e di domethënë. Po se mund të jetë ndonjë hyrje e re që mund të bëhet tani domethënë. Edhe thjesht duke shfaqur atë lloj klipi mbase i mban aktiv pjesën e publikut. Do të thonë, jo më bezdis, po më intrigon dhe dua ta di që pse ka ndodhur kështu që përderisa është Big Brother VIP, unë vetëm VIP nuk i di se a mendon ti se janë VIP vërtet ata aty? Ka goxha emra që si njeh publiku. Unë nuk i njoh fakt kur i pash, nuk i njeh vetëm Stinën, Mirin që e kam dëgjuar nga West Family. Me publikun. Të them drejtën nuk i kam ndjekur as pak, vetëm thash Stinën që njoh, Ilirin që e kemi parë që gjithë, Bajamen që e dim vetëm nga kanga, se në vend tjetër nuk e kam ndjekur asnjëherë. Miri që ka qenë pjesë e West Family dhe Miri prap nuk po më kujtonte domethënë një fytyrë familjare, them drejtën, nuk po kujtohesh fillim se kush ishte. Kush tjetër ishte? Asnjë tjetër. Brikemën vetëm që e kemi parë vetëm nga memja që flas dy gjuhë, domethënë shqipe dhe kosovarçe. Po 2 e nisin fillim, pastaj na dolën 2 tjera, si gjithmonë. Ai nisin gjithë kanë 2, pastaj dalin 2 tjera. Ti mendon se është strategjike gjithë situata, çdo gjë që thuhet bëhet dhe krijohet aty për shkak të audiencës, për shkak të polemikave, për shkak të komenteve, apo e kanë apo e bën pa dashje apo jo? Tani memet janë bërë shumë tendencioze, o i bëjnë se kanë dëshirë që të jenë në qendër të fokus të vëmendjes, ose e bëjnë pa dashje dhe janë. E bëjmë pa dashje, s'ka si lloj gjë të keqe. Edhe unë tani mund të bëj meme. Tani asaj mbase ka dashur domethënë që të marrë vëmendje që shikoj domethënë flas dhe kosovarçe dhe shqiptarësh e ka thënë nga ana e vet thjesht domethënë që duket patriote, le ta themi, e kupton. Por që pastaj u bë meme dhe ka kuptuar më vonë që ka thënë një budallëk shumë të madh. Mendoni për shembull se produksioni Big Brother patjetër që bën audicione përpara se të marrë të fus
lojtarët, këta lojtarë cilët janë aty brenda, jo këta emrat e famshëm, mendoni se kanë kaluar në disa sita të caktuara që kanë bërë produksioni, sepse besoj ka parë diçka, për shembull ju vetë keni marrë pjesë në një reality show, keni bërë audicione para se të futeni apo jo. Kështu që besoj që ndoshta këta lojtarë cilët janë aty brenda, këta që nuk janë emra të njohur, produksioni ka parë diçka për shembull. Ti po thua të përmbushin disa parametra. I kanë përmbushur disa parametra, po. Mbase kanë mendoj unë sepse se ka parë diçka se kot nuk janë aty domethënë. Po, normale që kot nuk janë aty, po me çka kanë parë vitet e kaluara të Bigu, përdoret shumë edhe pjesa e historisë private. Pjesa e historisë private, edhe mbase domethënë disa që nuk kanë shumë emër aty, mbase kanë një histori private goxha të fortë. Plus edhe ku di unë mund edhe nga që me çka kanë parë vetëm Stine që është i martuar, Miri, ai djali tjetër që nuk jam mbaj mend emrin, që edhe nuk e di se çfarë vipi ishte, Iliri po, ishte edhe djali tjetër që punonte në ndërtim, që nuk e di se kush është ai. Jo Shkodrani, jo. Ishte ka qenë një tjetër që ishte domethënë ishte punon në ndërtim, nuk e di se kush ishte fare, se kam iden. Pjesa tjetër janë single, edhe mbase thjesht i kanë futur edhe për pjesën domethënë për të krijuar edhe çifte. Të një marrëdhënie. Mund të krijuar edhe çifte. Se për shembull, çka ka ai Angelo, çka ka ai? Angelo Haruni. Ai, domethënë, mos e shohun po i vjen shumë nga mbrapa Brikenës. Po. E pamë sot më mëngjes u habit kur e pa ndush Brikenën, nuk e di pse i qëndroi aty. Po rrinte aty dhe po i thoshte nuk këndon ti ndush e bandej. Mendon se do kenë romancë midis atyre të dyve, mund të ketë diçka. Nuk e besoj, po me çka kam parë nga pjesa e Brikenës nuk e besoj, sepse ajo e ka shprehur që nuk do shqiptar. Me çka kam dëgjuar unë nuk do shqiptar. Plus edhe kur e ngacmuan ata për pjesën e Kristit, që i than po flirton me Kristin, i pash dietën atë nuk kishte çfarë. Deri në 5:30 ata po ndiqen. Okej, çonke ndjekës i zjarrt, okej. Ti e fikse të marrë fan Fiks. Shofim. Po i kishin thënë Brikenës që po flirton me Kristin, edhe i kishte thënë mos të dëgjojmë këtë gjë sepse kemi familjarë që na ndjekin, nuk janë këto batuta për të bërë. Do si duket është pjesa e saj që nuk do të afrohet me asnjëri dhe nuk besoj të afrohet vetëm për pjesën që e ndjek familja. Kupton, dhe kush e di çfarë mentaliteti kanë fundit se secili ka mentalitetin e vet. Për Angelo mund të themi që është domethënë pjesë e skuadrës së Top Channel, është moderator, ka një emision e vet ekonomie në Top Channel që e moderon. Mendon se ja ka dhënë këtë shtys topi për t'i dhënë një zë, se le të themi që emisionet e ekonomisë nuk është se janë kaq shumë të përshafuar atë ndjej kur mendon se është një shtys për të lartësuar një imazh që punon në Top Channel. Sepse për çfarë arsye pastaj e nxorën direkt që ishte konkurrenti i parë që u bë zyrtar në Instagram. Zyrtar për t'i dhënë më shumë buja, apo jo, një trampolin për t'i dhënë më shumë zë. Pjesën tjetër domethënë të konkurrentëve nuk e prezantuan fare, kupton? Siç mund ta kenë bërë edhe vitet e kaluara që thjesht i kanë bërë një foto të syrit për shembull të konkurrentëve dhe i kanë nxjerrë që gjeni konkurrentin se kush është, ndërsa këta thjesht e nxorën direkt, plot. Normale që e kanë bërë për një trampolin. Kush aty vlon më shumë, te cili konkurrent mendon ti se i vlon më shumë gjaku? Kush shikon ti që aty ka më shumë nerv që dikush mund hedhi benzinë për të fryrë zjarrin. Kush mund të jetë kryefjala e këtij edicioni për shembull? Ke një parashikim Bajami ka nisur shumë fort. Sado që nuk e pëlqej ka nisur shumë fort, sepse vetëm me një ndryshim krevatësh kanë 2 ditë që po diskutojnë të njëjtën gjë. Edhe do dalë edhe në prime nesër që do bëhet domethënë pjesa e krevateve do bëhet buje përsëri. Një gjë që komunikoi Bajamja, Kristi Lamaj, që tregoi që unë se dia fare atë pjesë, unë tha edhe mënyrën tha se si jam katapultuar në muzikë, tha atë kafshimin e buzës e kam bërë tha me një skrime, kam bërë strategji tha se fal asaj jam këtu. Mendon se kjo tregon që stratega i si ti. Strateg. Kjo tregon që ai është një strateg, edhe këta duket shumë qartë, unë me çfarë shoh domethënë duket shumë qartë që çdo gjë aty po e bën me qëllim. Plus edhe që i kishte ngritur që gjithë i bashkojnë në living. I kishte bashkuar në living edhe tha jam i lumtur që jam këtu pjesë e juve, po kaloj shumë bukur, bën gjëra të tilla. Për çfarë i thiri kot? Do attention, do vëmendje, do. Thjesht i thiri aty që të bëhet, edhe siç filluan që gjithë pastaj po ziheshin. Pse më thirrë ti mua kur vllai i madh nuk thirri, domethënë vet po më thirri Kristi. Se ta dija për Kristin thoshin njerëzit nuk do vija fare. Ja që u bë polemika, kupton, po i bën çdo gjë po e bën me qëllim. Duket që lojën po e bën shumë të fortë, por që mua nuk më pëlqen gjithsesi. Nuk e di, nuk më pëlqen si person. Me lojën, domethënë, me çka ka treguar deri tani në lojë, domethënë
nuk më pëlqen. Mbase nëse pasoj se ndryshoj mendim, por që nuk më pëlqen. Ti e the preferuarën tënde, që ndron te Selina, kështu që aty do të qëndrojmë pa. Aty tani kryesorja fare. Pa evidentuar se si për puntat e parë patjetër kemi është pafund, miq ne sapo kemi nisur në fakt me këtë rubrikë, një herë në javë ne do ja dedikojmë patjetër Big Brother VIP edicionit të 5 dhe jam i sigurt që dinamikat, polemikat do të jenë të hatashme. Ne do të jemi këtu një herë në javë për të dedikuar komplet emisionin ton vetëm edicionit të 5 të Big Brother VIP, kështu që sapo ka nisur ne po flasim kështu, domethënë në vija të përgjithshme sepse sapo ka startuar, se jam i sigurt që ka shumë më shumë akoma për të folur. Do ketë shumë ndryshme. Po edhe hyrje tjera normale po. Pse me 14 persona do bëhet loja. Dhe kjo, e tjetra, ata që hyjnë në fillim, se kanë tendencë të shkojnë deri në fund, deri në finish. Po sepse ata marrin vëmendjen që në fillim. Ndërsa pastaj si ajo shpreha fillimi mbar gjysmë punës. Po pra, në momentin që futesh pak më vonë, nëse futesh për shembull tani, okay, do sepse është ende fillimi. Po nëse fillon dhe futesh nga mezi, është diçka që vështirë, domethënë që ti të bësh pjesë atyre, sepse ata kanë krijuar grupet e veta. Ka marrë dhe vëmendje nga publiku dhe vështirë ti marrësh vëmendje pastaj ta kthesh vëmendjen nga ne. Është goxha e vështirë, sepse ti e di shumë mirë, unë hyra te programi hyra në mes. Jo, po hyra në mes, okay, fati im që e mora domethënë pjesën e shikueshmërisë, por prapë aty është ndryshe. Aty është ndryshe shumë herë më e vështirë. Po është vërtet me që se e the dhe këtë dhe shumë i buj që cekëm se hyn shumë vërtet djemë, hyn vajza në për kompeticione të tilla garuese, që mund të jenë kanë lidhje me dashurinë, por jo detyrimisht dashuria fokus, po rrugës e shikojnë dhe kapin veten. Disa janë në qendër të vëmendjes, disa zbehen ikin sikur siten kështu në sit. Edhe ca mbeten brapa, si japin vëmendje, nuk japin vëmendje, plus edhe kërkojnë mos më ndonti që është mirë që ti të japësh rëndësi vetes së, të japësh ti vëmendje vetes së, mos prit. Po nuk japin vëmendjes vetes vet. Nuk japin vëmendjes vetes vet. E kupton, nuk është se nuk japin vëmendje dikujt tjetër ose pjesës televizionit. Domethënë thjesht vetes vet nuk e vazhdojnë më atë lloj gjëje. E kupton, siç e kam lënë unë pak pas dore, le të themi atë që është. Por që është dhe ideja që shumë veta synojnë shumë lart. E kupton, nuk thon pse të shkoj unë këtu sepse nuk më pëlqen, është një edicion shumë i ulët për shembull. E kupton, është edicion i ulët. Suksesi nuk vjen me ascensor, vjen me shkallë, kështu që duhet ngjitur. Po njerëzit janë mësuar të ngjiten me ascensor. Gabim është. Kanë harruar pjesën shkallë. Kjo është ideja. Dhe prandaj dhe fillojnë dhe zbehen, pastaj dhe zhduken, sepse nuk arrin aty ku duan. Dhe pastaj thotë ik nuk kam nerva për shembull ose të vazhdoj që të jem pjesë e televizionit. Sepse dhe përputhen është një promovim i mirë, një katapultë e mirë, por duhet mbajtur, ky emër i cili duhet aty. Nuk se duhet lënë aty. Kështu që i aftësh ai që dita mbaj, jo ai që e përdor dhe e la aty. Po kështu përgjithësisht si ke raportet me të gjithë ata që ke lënë krijuar një farë lloji shoqërie. Shumë mirë kam. Shumë mirë. Ke gjitha vaj kështu, ëh? Mirë kam që të gjithë, domethënë nuk është se kam ndonjë gjë me ndonjë person. Po krijon shoqëri aty brenda, krijon. Nuk kam krijuar për shkakun. Nuk kam krijuar shoqëri. Nuk është se flas me të gjithë, me shumë vetë, me shumë të tjerë, domethënë nuk kam pas kontakt fare. Por që domethënë me ata që unë qëndroja, unë vazhdoj dhe i mbaj. Kush ka qenë djali që ke vlerësuar më shumë aty brenda? Brenda në përputhen. Në përputhen janë 2 veta. Okej, edhe s'ka nevojë kështu që ta aktuar. Janë 2 veta. S'ka nevojë. Janë 2 veta që unë i vlerësoj domethënë. Ne kam shokët e mi. Se u bë reklame, kupton? S'ka nevojë se duhet të jem më mirë prezant. Ti je prezant është atë tjetër më. Kanë ecur këta 2 djem, kanë përparuar, kanë bërë një çik progres. Apo kanë ngecur aty? Nuk para kanë bërë ndonjë progres. Nuk i themi atëherë, na vjen keq, por kanë bërë ndonjë progres të drejtë. Okej, meqense duan të jenë mediatik. Unë që të më ikte pa e bërë si pyetje që është kryesorja, çfarë mendimi ke ti Xhej për Big Brotherin e Kosovës me Big Brotherin VIP Albania? Deri tani Kosovës them drejtën është më interesant. Nuk e di. Po, ata kanë filluar shumë shpejt, domethënë që të bëhen aktiv. Që në fillim, domethënë filluan, po bënin ato ngacmimet e veta, po bëheshin aktiv që të gjithë, e kupton, po krijuan ato polemikat e veta dhe për mendimin tim deri tani ata janë domethënë më lart se sa ne. Le të themi që starti është se një ditë kemi, një ditë. Me një ditë, çka kanë parë me një ditë, çka kanë parë atje. Se do vijoj. Nuk mendon se ka pak pornografi aty brenda. Ka. Që ka, nuk e diskutoj fare. Atë që ka. Nuk mendon ti për shembull Xhej që duhet vënë plus 18 aty tek Big Brother. Apo është dora e Olsës aty brenda. Pas orës 12 mund ta bëjnë këtë lloj gjëje për shembull.
Pas orës 12 që filloi Po mjafton të hapësh Instagramin atyre, shikon vetëm pornografi kështu të hapur fare, domethënë mirë fillon ta zi. Tani kjo ka filluar është bërë, nuk e di, një trend që sigurisht tërheq shqiptarët, nuk e di pse. Po pra shet vetë. Po çdo gjë që është ndaluar duket shitje vetes. Duket që shet. Shitje vetes. Në momentin që ti bën foto të tilla dhe gjëra të tilla që i publikon, shumë veta nuk mund të jenë dakord, por që nuk e di, mua më duket se po mundohesh t'i afrosh njerëzit me fotot që ti ofron. Dhe ndryshe kemi bërë besoj një panoramik të mirë të vetëm pak ditëve që ka filluar Big Brother. Ne jemi në mbyllje, faleminderit për ishte kënaqësi e vërtetë edhe për ato informacionet e para. Bëj edhe ti siç e kam bërë dhe unë. Vetëm më merr ndonjë kështu ndonjë këpucë mos merr ose se takat janë marrë, po hajde ma. Ne kemi zemër shumë të mirë, jemi shumë drejt për drejt, edhe jemi shumë bujar mbi të gjitha. Edhe çfarë është më rëndësi, ne jemi shenja kardinale. Oj, duam votin e parë, do luftojnë deri sa maj. Ska. Vend tjetër nuk ka, vetëm vend parë. Me këpucë merret, me tak merret ky vend apo? Si të dali, çdo gjë e bëjmë që dalim parë. Okej. Mirë, u kënaqem vërtet, ta lëve një mesazh se çdo i ftuar e lej një dorë, një mesazh këtu në studion ton. Jepi dhe ti mesazhin tënd. O mesazh për çfarë ta themi? Kë ke ti për shembull mesazhin që të rrëfejnë, të frymëzon, të inspiron, e ndjek gjithmonë, të ndihmon për suksesin, e ke atje si një fjali që gjithmonë në momentin që e shikon e ndjek, e zbaton më pas. Do thosha këtë që do i thosha njerëzve që të gjithë të guxojnë për ëndrrën që kanë. Guxoni për ëndrrën që keni. Për ëndrrën që kanë, mos u dorëzoni asnjëherë. Shpejt ose vonë, prapse domethënë do ja arrin. I guxuari, i fituari. Do ta arrin. Momentin që nuk guxon, nuk vështirë shumë që ta arrish. Falenderoj edhe për të mesazh, është kënaqësi. Edhe bëm startin e parë me Xhej, ndërkohë që miq patjetër do të kemi mundësinë të vazhdojmë puntatat e tjera me plot personazhe të tjerë, të ftuar të tjerë, histori shumë të bukura. Big Brother do të vloj, do të gloj showbizi gjithmonë në pa filtra, kështu që mos harroni të na ndiqni. Sy vesh, mos harroni të na ndiqni, mbajini frymën deri në puntatën e ardhshme, se sigurisht patjetër, me të ftuar special të tjerë, dhe mendoj që ta mbyllim me kaq se patjetër duam t'i kujtojmë publikut na klikoni në radar.al në portalin ton, patjetër faqen ton të Instagramit, gjithashtu edhe në YouTube-in ton dhe gjithandej në përgjithësa rrjetet tona sociale, Angeli Nikolli, Gjiliola Lamaj. Se në Instagram jeni zjarr po pak më shumë klikime në YouTube, sepse ja u sigurojmë dhe ja u premtojmë që do të jemi akoma dhe më shumë zjarr. Mirupafshim, natë e mirë. Mirupafshim.